Lidhje të pyar, do? I kam des. E dele kuqe kanë zënë. Kanë bërë lidhje me Zotin, si fare, Zotin sa Nuk do. Nuk do fonë se më shtet në një ato. Në Zotin. Jemi. Ka sinjale. E shifni. Keni ramën të Ja! Cosa per tutti? Ma vedi shisha. Fotogramma. Ah, mio, ok. No. Sunën e polici pa shpi për mytje. Le ta bëjmë që shpi. Ieri partita democratia mos e turproj gjyshin atëre. Poteva lei që na ka prishur shpinën, lutem, tasni ti për Surila për projektin lidhur me biznesin Surinave dhe rrugës së Rishës. Po e ka. Vala e deti që na ka prishur shpinën. Zoti kryeministër. Zoti kryeministër, ka thoni ti fjalë për mediat. Tre fjalë. Po ku janë të tjerë? Hajde çfarë? Hajde në fakt. Jo, prit, hajde çfarë? Hajde më. Vala e deti na kanë prishur shpinë, jemi pa që rapa gjë. Si përfundoi takimi? Do me thonë, me 34 qytetarë të Durrësit, përfaqësues të familjeve që kanë këtë problematikë. Kemi folur rreth 2 orë e gjysmë. Dhe ata e kanë hallin. Dhe me ta kemi folur dhe biseda ka qenë absolutisht konstruktive, me opinione ndryshme për konstruktive, ndërkohë që 35
të tjerë atje, që nuk përfaqësojnë as qytetin, as qytetarët, po përfaqësojnë vetëm hallin e një 8 kusur vjeçari të rrjedhur nga çdo lloj rrugë të arsyes, krijojnë situata që janë qesharake dhe që tregojnë se ku është ka vendisur ajo farë partie. Ndërsa për sa i përket problemit të vërtet, problemit të qytetarëve dhe të projektit, kemi rënë dakord se si do të shkojmë përpara, qoftë me atë verifikim nevojshëm për disa objekte që janë objekte që mund të kenë vlera të trashëgimit kulturore, qoftë me disa variante për shpronësimin dhe shpërblimin. Kjo do të jetë rruga. Nuk do ketë prishje së shpejti? Jo, do ketë prishje, patjetër, projekti nuk do të ndalet, projekti do të zbatohet, por do të bëjmë një verifikim për disa shtëpi që janë trashëgimi kulturore, të pretenduara dhe njëkohësisht dhe janë një grup i vogël shtëpish që nuk kanë marrë regjistrimin në hipotek, pavarësisht se janë aty për shumë vite. Kështu që këto janë dy problematika që do të shohim. Vlera e shpronësimit do shihet? E kemi diskutuar atje brenda, edhe çështjen e çmimit, edhe e kemi diskutuar që do duhet shohim referencat e reja. Faleminderit. Po për neve përgjigje sisteme fare. Mos u vë se mos duhet, jo, mos marrësh në banorë.